Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe paraqes para jush një rrëfim me shumë porosi. Buka e thatë dhe dinjiteti. Çka është dinjiteti? Dinjiteti nuk është një zë i lartë, një e bërtitme. Nuk është një ecje mendje madhe, e as fjalë të mbushura me shumë pretendime. Dinjiteti është diçka shumë më e qetë, edhe shumë më e thellë. Është ajo forcë e fshehtë që e pengon secili njeri të shes veten e tij për një çmim shumë të ulët, edhe kur ka shumë nevojë për atë gjëra. Është ajo ndjenje e mbrëmshme që e bën të jep me lehtësi, por të hezitoj gjatë para se të marrë diçka. Dinjiteti nuk do të thotë që njeriu të jetojë i vetëm, apo të mos ketë nevojë për të tjerët, por të njoh kufit në marrëdhëniet me ta, të mos e ul kokën nga lakmia dhe as ta ngrej atë nga mendjemadhësia. Dinjiteti është një ekuilibër i hollë mes dinjitetit dhe përulësisë, mes njohjes së vlerës së vetes dhe mos harresës së vlerës së tjerëve. Rrëfehet se Kikavos ibn Iskenderi në librin e tij Kabusname tregon një histori shumë të bukur, histori që duhet të ndalemi dhe të mendojmë e të reflektojmë rreth asaj që ka ndodhur. Dietari Shibliu shkoi në xhami për të falur 2 rekate dhe për të pushuar pak. Në atë xhami kishte fëmijë që mësonin dhe ishte koha e ushqimit të tyre. 2 fëmijë ulën përballë njëri tjetrit. Njëri ishte djalë i një të pasurit dhe tjetri i një të varfurit. Djali i pasur kishte ëmbëlsira në çantë, ndërsa i varfuri kishte vetëm një bukë të thatë. Djali i pasur po hante ëmbëlsirat dhe i varfuri nga lakmia kërkoi diçka prej tyre. I tha ki pasuri, nëse do të jap, bëhu qeni im. Djali i varfur tha, po, jam qeni yt. E tha, masi je qeni im, atër leh si qen. Edhe fëmia i varfur filloi të leh si qen derisa mori një copë ëmbëlsire. Shibliu që ishte anësh atje në xhami po shikonte këtë pamje dhe filloi të qante. E nxënësit tjerë e pyetën pse po qan o sheh. I tha, shikoni ku e çon lakmia njeriun. Sikur ky djalë të ishte kënaqur me bukën e tij të thatë dhe të mos lakmonte ëmbëlsirën, nuk do të detyrohej të bëhej si qen për te. Varfëria nuk është gjithmonë mungesë parash, ndonjëherë është mungesë kënaqësie. Buka e thatë nuk është turp, por turpi është të shehte ëmbëlsirën më të madhe se dinjitetin e tij. Turpi është të shohësh ëmbëlsirën më të madhe se dinjitetin tënd. Lakmia fillon si e vogël, si një dëshirë e thjeshtë, por nëse lihet pa kontroll, rritet derisa e bën njeriu të pranojë gjëra që dikur nuk do i pranonte. Shumë njerëz e kanë humbur veten duke kërkuar diçka më tepër, ndërsa sikur të kënaqeshin me atë që kishin, do të ruanin dinjitetin e tyre. Shpesh herë gjërat që lakmojmë janë më të vogla se sa dinjiteti ynë. Një copë ëmbëlsire në atë moment ju duk e madhe djalit, por në vërtet nuk ja vlente që ai të lehte për të. Prandaj lotët e Shibliut ishin lotët e një të urti që shehte për te situatës. Ai nuk qante për një fëmijë të uritur, por për një shpirt të vogël që mësoi herët një mësim të ashpër, se lakmia mund ta bëjë njeriu të heqdon nga vetja, pa e kuptuar, e të bëhet qen. Andaj kujdes. Secilit njeri vetës fillimisht, pas të tjerëve i themi, kujdes, të mos lejojmë që lakmia na ul dinjitetin, e prestigjin, e pozitën, e të bim në pozitën e qenit. Allah i madhreshëm, për këto arsye të lakmisë dhe mos përfilljes së diturisë, thot se njeriu bie në nivelin e kafshë madje edhe më poshtë. Ruaje diturinë tënde, ruaje dinjitetin tënd, mos lejo që lakmia me cilën këtë pozitë. Allahu na ruaj.